Porositë e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për Imam Aliun, paqja qoftë mbi të. 51. O Ali, kur të vi koha e namazit, përgatitu për atë dhe kujdesu që djalli të mos të punësojë ndaj tij. 52. O Ali, mos u shoqëro me pianecin, sepse ai është i mallkuar. As mos u shoqëro me atë që mban alkol, sepse ai në qiell quhet armik i Allahut. I tillë është edhe ai që ushqen me kamat. 53. O Ali, mos e mallko muslimanin dhe as kafshën, sepse mallkimi të kthehet ty. 54. O Ali, gjumi i tepërt sjell varfëri dhe trashëgon pendim. 55. O Ali, kush gëzohet me ëmbëlsinë e mëkatit, do të qaj kur të provojë hidhësinë e dënimit.